Zjarri që prej ditësh ka përfshirë një pjesë të territorit të Pukës është përhapur edhe në bashkinë Mirdit, duke aktivizuar një vatër të re në lagjen Molaj të fshatit Shtuf në njësinë administrative Kaqinar. Sipas autoriteteve, flakët kanë kaluar nga mali i Tërbunit drejt territorit të Mirditës dhe vijojnë të mbeten aktive. Në terren po ndërhyn 4 efektiv të shërbimit zjarfikës me një automjet, ndërsa operacioni po mbështetet edhe me mjete rrethanore për shkak të terrenit të vështirë. Aktive mbetet edhe vatra pranë shpellës së valit në fshatin Perlati i Epërm, si vazhdimi i zjarrit të lufajve. Sipas të dhënave zyrtare, zjarri në këtë zonë paraqitet me intensitet të ulët. Për neutralizimin e flakëve janë angazhuar një mjet zjarfikës me 4 efektiv dhe 8 punonjës të shërbimit pyjor, të cilët po punojnë në terren dhe me mjete personale. Autoritetet bëjnë me dije se pavarësisht pranisë së 2 vatrave aktive, deri në këtë moment nuk raportohen rrezik për banesat apo për banorët e zonës. Ndërkohë pritet konfirmimi zyrtar për situatën në rraj të Velas në njësinë administrative Rubik, ku vatra e zjarrit sipas të dhënave paraprake është shuar gjatë mbrëmjes së shkuar.